talente ka sa dush, sidomos në vendin tonë në Kosovë, nuk po e përjashtoj edhe Shqipërinë, sepse një edhe shumë artistë nga Shqipëria, por në Kosovë ka talente sa dush, mirë po ndoshta pak edhe mundësit janë të vogla për ta shfos talentin, sepse kur e she me një kënd vështrim, Kosova nuk është edhe treg i madh për shembull i artit. Më shumë për me nxjerr në pa talent të ri, me sjell në pa edhe krijime më të fuqishme për artistëve shqiptar, pse jo të deportojmë edhe në botë. E vërtet, pse jo. Po sa qëndron ky bashkëpunimi mes piktorëve të tjerë në botë? A ke ndonjë bashkëpunim apo po jep kohë vetës me reflektuar këtë pjesë? Për momentin e kam pas një bashkëpunim me një artist italian, mirë po ka kohë, normal që jemi... Ka kohë, këtë ka dale. Po i shohim edhe në transmetim pikturat që Donati veç se i ka pikturu, po besoj që nuk a i ke këto apo i kanë marrë të tjerët, janë porositura? Kjo është një porosi që është janë piktura të porositura nga një dursak muj me qujt, patriot i madh, jeton në Greqi, por ka dashur të hap një biznes në Shqipëri dhe dëshira ati ishte që t'i kishte disa nga figurat kombëtare, disa nga figurat kryesore kombëtare, ndoshta nuk janë përfshit të gjithë, mirë po atë kërkesë që e ka pasur, unë ja kam realizuar për një kohë rekord. Edhe po shihet, Dorens Hammer po shihet çfarë ngjyre, unë nuk është nashta që di me përshkruan formën e duhur, po ajo ndjesia që ta jep kur e sheh në herën e parë për një men është shumë e këndshme, kështu që veç të lumt, edhe uroj të kesh sa më shumë kërkesa, ndoshta edhe me të frymëzu prap më shumë. Po Donat kisha dashur me u lidh pak me këtë pjesën se cila është vepra që ty të përfaqëson më së miri? Vepra që më përfaqëson më së miri nuk muj me nda diçka të tillë, por andajnë gishtat e Dorës. Muj me qujt... Çka thot artisti? Muj me cek, ndoshta një pikturë që e kam sjell si një lloj vorbulle, është një pikturë e vogël, shumë e veçantë, për të cilën kam pasur shumë kërkesa prej momentit që e kam përfundu. Është një pikturë me një kornizë goxha të trashë që ja kanë dërguar, besoj regjisë mund me vendosë edhe në ekran. Ajo pikturë ndoshta i sjell gjitha ato mendimet, gjithë atë vujtjen në thojza, apo e them vujtjen artistike që artisti zakonisht e ka gjatë krijimit, gjatë procesit, sepse kur krijon një pikturë, ti duhet luftosh pak a shumë edhe me mendjen tënde, sepse sepse mendja zakonisht mundohet të kufizoj, limitoj, ndërsa ti kërkon maksimumin.